protestat kanë dy faktorë shumë të rëndësishëm. E para është zemrimi popullor, që nuk e thret dot Sali Berisha, e dyta është shpresa për ndryshim, që prap nuk e bën dot Sali Berisha. Ato 2000 vetë që mund dalin të protestë do shkojnë nga zakoni, jo sepse shpresojnë për ndryshimin e madh, është fiksja i filmi nostalgjik, që neve e rishojmë sërish mbas shumë viteve, po ka të njëjtin përfundim, nuk do ketë ndonjë përfundim tjetër. Për çfarë po e thret protestat Sali Berisha? Sali Berisha është humsi në 2013 ndaj Ramës. Është humsi në 2025 ndaj Ramës. Ka bërë analizë për farësën zgjedhore? Jo. Shkoi në datën 11 shtator me kokën ulur në parlament u betua tek ai parlamenti krimit. Që ky thoshte qeveria krimit, parlamenti krimit, duke mbajtur publikun dhe Partinë Demokratike vetëm me gënjeshtra. Për çfarë do protestoj sot një demokrat? Për 1,4 milion euro të lasivitës edhe masazhet që paguan këto kur komisionerët në Elbasan u lanë pa ujë, pa bukë? Për çfarë do protestojmë? Për hallin personal dhe familjar të Sali Berishës? Nuk është se nuk ka njerëz. Njerëz ka. Nuk është se nuk ka lek për ta bërë protestën, se dhe lek kanë. Thjesht nuk ka shpresë dhe ka humbur zemërimi popullor ndaj qeverisë, sepse sa herë Sali Berisha drejton protestën, aq më stabël është Rama drejt pushtetit tij.